Koha jon debat nga Nikol Lesi. O të lutemi me parvujtrin që shpirti shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin dhe në gjakun e Kristit. Ka vende ku historia shkruhet në libra, ka vende ku historia ruhet në arkiva, por ka vende ku historia jeton në gur. Ky është vari gjyshit tim, Nikol Lesi, në oborin e kishës katolike të Prullit në Lezhë. Një gur i thjesht, një kryq, 2 data dhe një emër. Në pamje të parë duke si një varë si shumë të tjerë, por për mua nuk është vetëm një vend kujtese, është një kujtesë e prejardhjes. Unë mbaj emrin e gjyshit tim, babai im quhej Pal. Kështu emri kaloi nga një brez tek tjetri, jo si formalitet, por si një mënyrë që familja të mos se humb fillin e vet. Shpesh në kohët moderne flasim për suksesin, karrierën, postet, pushtetin, median, politikën, por në fund të ditës secili prej nesh kthehet tek pyetja më e thjeshtë, nga vi. Dhe përgjigjja shpesh nuk gjendet në zyrë, as në ekran, as në rrjetet sociale. Gjendet në një obor kishe, në një gur, në një emër. E kur shet datat e një njeriu që ka jetuar një jetë të tërë, kupton se sa të vogla bën zhurmat e përditshme dhe sa e madhe mbetet trashëgimia. Ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit e vjetër kujtoheshin aq shumë për emrin, sepse emri nuk ishte thjesht mënyra për të thirrur dikë. Ishte një urë mes atyre që ikën dhe atyre që mbetën. Sot, kur shkoj tek vari i gjyshit tim në Prull, nuk ndjej vetëm mungesë, ndjej dhe përgjegjësi. Sepse të trashëgosh një emër nuk do të thotë vetëm ta mbash, do të thotë të përpiqesh ta nderosh. Dhe ndoshta në fund kjo është ajo që mbetet nga secili prej nesh. Jo sa gjatë jetuam, por çfarë lam pas që dikush të ketë arsye ta kujtoj. Përshëndetje shikues të nderuar të gazetës Koha Jon Online. Jemi në një emision Koha Jon Debat, por të rrallë është një emision këtë veçantë jashtë debatit të ditës. Është një personalitet të jashtëzakonshëm, emrin do ta them pak nga fundi, po do bëj një hyrje që më pëlqen ta bëj këtë hyrje. Edhe një herë ju kujtoj se ky emision ndiqet në webin Koha Jon, në Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, të gazetës Koha Jon Online, në 1.1 milion shikues në gjithë botën kemi. Dhe tani unë po futem në emisionin tim, nuk po i bie shumë gjatë. Personi që kam këtu në studion numër 3, po i themi, pak a shumë të gazetës Koha Jon, është një emër i madh i politikës, një studius i madh, profesor doktor në fushën e vet të studimeve, të kishave, të xhamive. Është një personazh që në fakt gjithë televizionistët dhe shikuesit tan do të më bënin pyetje dhe besoj do bëjnë pyetje pasi të publikohet ky emision, që pse nuk e pyet për politikën të personazhit? Pse ka marrë për gjë tjetër? Dhe në fakt ka marrë për kishën e Shënllezhit në Lezhë, dhe në fshatin Prull Spitën, që është një kishë e vitit 1402, një nga kishat më të vjetra në Ballkan. Është një kishë që ka qelluar me mbres, flas me pasion, sepse unë jam lindur në këtë fshatin Prull, pra në këtë kishë jam pak gëzuar në moshën 10 muaj, që si 10 muaj, diçka tillë, siç kanë treguar prindët e mi. Është një kishë e vjetër, nga më të vjetër në Ballkan, po sot është ridotuar, të rregulluar, është mbushet me njerëz plot besimtar, turist. Nëse ka një rrugë jo të mirë që duhet rregulluar nga qeveria. Kjo është kishë e vitit 1402 dhe këtu edhe ku shkova me grupin tim Gjerin Villnedia, në fakt, në një ceremoni fetare. Aty kisha edhe, si do shohim pak më vonë, edhe një varr, kishte emrin Nikol Lesi. Unë jam nipi i gjyshit tim Nikol Lesi. Dhe po flas me pasion për këtë kishë, dhe prandaj bëra gjitha përpjekjet për gjetur një studius të shkëlqyer, njëri që është pasionant për këtë fushë, për kisha, për gjërat, për monumentet, për kulturën. Ish kryeministri Aleksandar Vesi. Në fund e thash, dhe di që do më pyesni pse se pyet për shumë gjëra, për si kryeministër që ka qenë i suksesshëm në vitin 92-97, si njëri që u tërhoq menjëherë nga politika, sa e parë që politika është një moçal i piset i 2 kampeve PS dhe PD, dhe ka studiuar dhe vazhdon të studiojë vetëm në botën e vet, në botën e kishave, xhamive, monumenteve të kulturës. Dhe ky është Aleksandar Vesi që e kam ftuar sot. Faleminderit zoti Vesi.
bëra një hyrje shumë të gjatë, të beziqme besoj për një kryeminist të vendit, por e bëra sepse realisht kam një detyrim ndaj jush si personalitet i kulturës, por edhe ndaj temës se kam për kishën e Bokjanit, si që kisha Shën Lezhdri. Shën Aleksandrit, më sakt. Më sakt. Dhe Lezhdër është shkurtimi i emrit Aleksandr. Po ka dhe një emër kisha Bokjanit ne e qunim të vegjën. Duhet këtë qenë një emër i vjetër i territorit aty, si që është Prull që thuhet ti është Kaprull. Në dokumenta gjehet dhe Kaprullit dhe Bokjanit. Me të dy emër. Kaprull mos lidhet me një terminologji. Kaprull. Kaprull. Nuk Kaprull. Më Kaproj. Por se viti 1402 zotë me i vit. 1402 përmendet për herë të parë në dokumentacionin kishtarë, përmendet edhe me emrin Shën Aleksandri në majt malit të Shoroshit, dhe Shën Aleksandri cilësohet në Bokjan apo në kodrat e matit për të dalluar që është fjala në bregun e matit. Dhe përmendja e parë është 1402 në dokumentat kishtare, po përmendja më e madhe më e saktë është në 1407. Në 1407 zoti i territoreve Mirdit Mat, Gjon Kastrioti, ankohet Venedikut që peshkopi i Lezhës të mos i trazojë 12 kisha, thot aty, që janë të peshkopatës albanense, që është peshkopata e Mirditës. Ka shumë probabilitet që t'jetë në Gëziq qendra e saj, dhe vende tjera, por pra ekranojmë, dhe të njëjtën kohë peshkopi albanense i ka dërguar papës letër për të njëjtën gjë, dhe përmenden do, dhe ruhet për fat të mirë si letra e Gjon Kastrioti dërguar Venedikut, dhe i përgjigje, si dhe letra që papa i gënd arqipeshkujt të Tivarit për të vënë rregull në këtë çështje. Tash Lezhë ishte nën Venedikun. Kjo është arsyeja që Gjon Kastrioti i drejtohet Venedikut. Këto janë 17 kisha në fakt, në 16 fshatra të bregut Matës dhe në brendësi të Mirditës, deri në Kashnjet, po themi brenda e përtej. Që jepet me emrat e plota të shenjtit dhe emrat e fshatit, që gjehen ku janë sot. Domethënë tërë fshatrat, që ndonjë prej tyre është dhe i braktisur e të tjera sot, po emrat e fshatrave ruhen në toponimi. Kjo është në kishat më të vjetra të Ballkanit, si s'kam lexuar të historia e letrave që publikohen, apo është një kishë e vjetër. Ju zotë Mesi keni qenë vetë për ta, kur keni bërë dhe libër keni shkuar vetë në kishën Ja një orë e gjysmë nga poshtë nga Spiteni poshtë. Spitët e Sipër. Spiteni deri Sipër. Po jam rritur, po. Deri Sipër. Ruheshe në Rënoja, për fat keq Rënojat nuk u respektuan gjatë rindërtimit. Zelli për të bërë të reja në momentet, u shëmbën ato mure që me zi që ndronin në dhënë që të forcoheshin, dhe mund të bëhesh i kisha pranë, ose ti përfshinte kisha e re këto mure të vjetra. Një pjesa arkitrarëve të drurit, që janë prishur naturisht, po pjesa e gurëve të gdhëndur, në fakt në bazamentin e kishës së rindërtuar, apo specialistët gurët, specialistët zonë thonë që janë gurët e vitit, si më thonë shekullit 14-15, paka shumë, një pjesë e gurëve. Kështu thonë ato që mbulojnë kishën zonën Lezhë. Ja, ata janë ruajtur, pjesa e bazamenteve të vjetra, ishte hapësida rrueshtik e parë të publikuar në fotografi, jo të rindërtuar. Nuk e kam publikuar të rindërtuar, po me fotografitë e vjetra. Po, murët e hapur gjithë. Është muret në një farë lartësie, muri nga hyjet është rrëzuar më shumë, hapësida ruhet në këmbë, dhe ato janë përfshirë në kishën e rep me të njëjtat themele dhe përmasa po themi, por që nuk duhet të bëjë në këtë mënyrë. Me pak fjalë zotë Mesi, kisha e Prullit paka shumë ju keni qenë vetë, unë jam thash kam lindur në të fshat dhe janë rritur në fshat Spitës, janë Spitën Prull, që kisha Prullit dhe Spitit paka shumë banorë të dy fshatëve.
Është një pamje malgjepse që shikon nga kepi Redonit deri afër Ulqinit, një pamje fantastike. Kjo lidhej pak a shumë kishat i zgjidhin, i ndërtonin pika dominante. Në vende më të këndshme, po themi, jo në brendësi të qendrës banuar, qendër banuar që poshtë, vitet nuk ka parë njeria, ka pas fshat të vjetër atje. Jo, fshat vjetër ka pasur. Po kisha ishin një vend dominant të veçantë. Aty mbajt me emrin Kaprullit dhe Bokjanit. Domethënë janë dy emra. Mbani ju thoni Prull, pjesa e fundit e emrit ruhet në toponiminë e sotshme, por në dokumentacionet e vjetra e ka këtë emërtim. Po se sot njihet fshati Prull për shkak, Prull. Po janë bashkë në fshatin Spilit, janë të dy fshata që e shërbenin kishat e dy. Ka pasur lëvizje gjithnjë të vendbanimeve, por arsye nga më të ndryshe, rënoheshin, dijeshin, shkonin bënin të rrijet etj. Paksoheshin popullsia, pastaj shtoheshin në një territor të ri. Po është pra një monument i cili dëshmohet të qartësisht në këtë grupe dokumentacionesh. Në të kundërt pa njohur historinë kishtare të Shqipërisë, pra historitë të Shqipërisë, janë të shumta monumentet që nuk datohen dot për shkak se teknika e ndërtimit, po themi në Shqipërinë e Veriut, është me gur. Dhe është përgjithsisht e vështirë të mund të dallohet se çfarë kohe janë. Mund të dallohen ato që janë të fundit shekullit 13, fillimit shekullit 14, si Shën Stefani Shkodrës, kisha e vjetër e Vau Desën e kish tjetër, dhe në zona deri në Kotor Tivar, sepse ka qenë në arshipeshkvin e Tivarit. Peshkopata arbanense përmendet për herë të parë, peshkopi Lazar, në 1166, që merr pjesë në një ceremoni në shëndrimin e një froni në Londove, pjesën e Lezhës dhe të Malësisë, apo pak a shumë? Pjesën e Malësisë, zonës së Mirditës. Në historiografi është bërë dhe rëmuj, shpesher e lidhin që kjo është dhe e Krujës, ndërkohë që ka dokumentacion të 1200 sas, ku dokumentacioni fare të sigur se janë letrat të papës, pra të botuara, me të cilat thuhet qartë peshkopit të arbanenses dhe peshkopit të Krujës, pra nuk është e njëjta. Kruja është tjetër kish, deri vonë nuk ishte në Tivarin, ishte në mbarësi të Durrësit ortodoks. Zotë Meksi, ne sëllum pak a shumë për kishën e Prullit të Spitit, si i themu është në gjuhën popullore të zonës, pavarësisht se ai quhet kisha e Shënlezhdrit, ose shkurtimi i emrit Shënlezhdrit. Tani ajo ka një edhe i problem, po Tazan po t'ishte ju kriminalistër, ajo është një pikë edhe jo vetëm kishtare, fetare, po edhe turistike. Një zonë që në fakt për shkuar, i shkuar një orë në kënd, thatë një orë e pak, shkon pak a shumë. Nuk shkon dhe makina atje. Jo, tani shkon makina, po duhet jetë makinë traktor, jo makinë për qytetarët turistën. A mendon se shteti duhet investojë në këto pikat të Shteti investon duke thënë që ka 100 fshatra turistike. Puno është kush i zgjodhi cilat janë fshatrat që kanë mundësi të zhvillojnë turizmin, që ka besimtar që shkojnë në to e të tjera. Hapi një temë interesante, zoti Meksi. A kjo fshatrat turistik, 100 fshatrat është quajtur të teknologji e madhe që sikur bëhet nami, po. A do ishte mirë se për këto fshatrat do ishte të kishte një bord, domethënë kishte financier, kishte akademik, studius, nga gjitha fushat që të rekomandojnë qeverisë, kurdo që jetë qeveri kryeministër, që të thotë me prioritare është X fshata, X kisha, X xhami. Pyetur, qeveria i ka të tërë në hyjën. Teorikisht i ka pyetur. Teorikisht. Ose s'ka si të mos ketë pyetur se ku e di kryeministri që X fshat ka këtë emër atë emër. Mund i di unë që kam mbredhur Shqipëri, po jo të gjithë i dim. Kur shkon në katedralet e Evropës ndjen madhështinë e historisë. Kur ngjitesh në kishën e Prullit ndjen diçka tjetër, se historia mund të jetojë edhe në një kodër të Lezhës me një kishë 600 vjeçare dhe në një varr ku një nip mban emrin e gjyshit. Ka vende që nuk maten me kilometra, ka vende që maten me kujtesë. Kur ngjitesh në kodrën e Prullit në Lezhë dhe ndalon përpara kësaj kishe të vjetër, nuk ndjen vetëm qetësinë e një vendi fetar,
ke ndjesin se po hyn në një copë historie që ka mbjetuar më gjatë se brezat. Sipas studiuesve, kjo kishë përmendet që në fillim të shekullit të 14 dhe më mbart mbi supe më shumë se 6 shekuj histori. Por për banorët e Prullit dhe Spitenit, kisha nuk ka qenë vetëm një vend lutje, ka qenë një vend pagëzimesh, vend bekimi, vend pajtimesh, vend ku njerëzit kanë ardhur në ditë më të bukura dhe të vështira të jetës. E në oborin e saj prehen dhe njerëz që kanë qenë pjesë e kësaj historie. Edhe gjyshim Nikol Palesi pushon aty, thot Nikol Lesi, botuesi i koha jon. Ai bën thirrje kryeministrit Edi Rama që të investojë rrugën nga Spiten deri në Prull tek kisha, diku tek 5 kilometra që të asfaltohet, pasi është monument kulture dhe se është një prej kishave katolike më të vjetra në Ballkan. Aq më tepër se sot ajo është rindërtuar me kaq mjeshtri dhe bukuri si dikur në vitin 1402. Fal financimit të djaloshit nga zona Marian Kola, ai ka ndërtuar dhe kryqin e madh te kisha, 15.7 metra i lartë dhe është më i larti në Ballkan. Jemi te kisha e Prullit, Prull Spiten, që është kishë e vitit 1402, kisha e ndërpara të kisha katolike në Ballkan. Është një kishë që tash është ripërtrirë, është rifreskuar me freske, është një vend mozaik, edhe vend tradicional, vend kishtar, vend turistik. Është një vend që duhet investuar nga qeveria, sepse rruga që vjen nga pjesa autostradës për në të kishë, që thash është e vitit 1402, duhet të shtruar nga qeveria, se është rrugë për të asfaltuar, rrugë që mund të kthehet në një vend që pelegrinazh, një vend turistik, një vend që njerëzit e frekuentojnë. Edhe sot për shkak që ishte një aktivitet fetar, ishin shumë njerëz, plot kishtar, por rruga është jashtë çdo lloj standardi. Unë tani jam te varri i gjyshit tim, që quhej Nikol Lesi, pra Nikol Lesi i parë po e themi, dhe në respekt të gjyshit dhe të zonës, kërkoj edhe një herë që duhet të investojmë në këtë kishë, në këtë vend. Është një vend që mund të kthehet një vend turistik, nëse edhe një herë qeveria vendor, bashkia për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës nga pjesa poshtë të Spiten deri në Prull. Pra edhe një herë më të bëj këtë thirrje publike kryeministit të Shqipërisë që të investojë për këtë kishë, për të zonë katolike dhe për këtë kishë që është e vitit thash 1402. Kisha më e vjetër në Ballkan. Këtu ka edhe një kryq të lartë që është ndërtuar nga një djalë i fshatit që është afër 15.2 metra e lartë, edhe kjo mbahet nga specialistët fetar që është kryqi më i lartë në Ballkan. Pra Prulli, Spitni në këtë rast mbajnë rekordin në Ballkan për kryqin më të lartë në Ballkan. Edhe një herë, kjo është thirrja ime. Emrat kalojnë, breza ndërrohen, por toka, kisha dhe kujtesa mbeten. Në një kohë kur shumë të rinj largohen dhe fshatrat boshatisen, vendi si Prulli na kujton se identiteti nuk është vetëm adresë, është rrënjë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit kthehen gjithmonë tek vendlindja, sepse aty nuk kërkojnë historinë, aty ata gjejnë veten. Kisha e Prullit nuk është vetëm monument. Është dëshmi se edhe një kodër e vogël e Lezhës mund të mbajë mbi supe shekuj besimi, familje dhe kujtese. Por Prulli është edhe një vend i bukur për të ndërtuar një fshat turistik. Për këtë pjesë të parë të falenderojve në Semelion, gjithnjë me lejen tuaj, thashë në hyrje të emisionit shikues të nderuar të gazetës Koha Jon, gazetë që thashë edhe një herë ka 1.1 milion shikues në gjithë botën. Mund të bëj disa pyetje në Semelion, i nderuar zoti Meksi, 2-3 pyetje të shkurta nga koha e sotme në Semelion, ose është pak e vështirë, po Unë këtë periudhë merrem intensivisht me shkencë, po të vemi ke dhoma tjetër, do të thëmë pyetje do gjesh të hapur, pyetje nga politika, nga këto nuk jo ostrogotët dhe gotët në Ballkan ku janë. Me fjalë nuk doni të përgjigje për Do flasim, do kemi kohë. ta bëj pyetje pa pale. Nuk do të përgjigjem. Nuk do të përgjigjem. Sepse nuk sqarohet me një pyetje. Po një pyetje mund ta bëjmë për shkak. Ju keni qenë kryeminist e një force politike që bëri rrezoi komunizmin, bëri historinë të vend Partisë Demokratike. Një kryeminist që më sa mbaj mend atëherë gazetari i ri, dhe tani që kam një moshë që e shoh me sy pak edhe tjetër atë kohë,
që ndruat sistemin, ishte një përgjithësi e madhe, një lodhje e madhe, ceremoni i madhe, që ndrosh ligjet e komunizmit me ligjet karitariste. Ju keni provuar. Janë 300 ligje bën neve, që ta dish ti. A mendoni se ku ndodhet Partia Demokratike sot? Ligje ku ndodhet aty ke rruga pranë xhamisë madhe, te shupi që thonë jo. A është kjo partia që ke dashur dikur? Që ka aspiruar? Unë kam marrë pjesë në themelimin e Partisë Demokratike, mund t'jem dhe personi që ka vënë emrin, fillestar, që ka hartuar me të tjerë programin e saj, dhe po me të tjerë statutin e saj të parë. Me shok, njerëz të cilët kuptuan që duhesh një parti antikomuniste që të përmbyste sistemin, jo një parti, në ato që ju i quanit për Gazeta Partiçka, si mbas ligjit të nëndorit, se shumica nuk e din, të nëndorit, 1910 për zgjedhjet e reja ku mund të merrnin pjesë dhe organizata politike të tjera. Domethënë nuk u shpall pluralizmi në 8 apo në 11 formalisht, u rikonfirmua. Është ligj, është i 13 nëndorit, është publikuar në Gazetën Zyrtare. Zoti Meksia. Prandaj them, ajo histori është shumë e komplikuar. Zoti Meksia, vi që ke një dhimbje brenda vetes për Partinë Demokratike se ke dhënë gurin e parë bashkë me disa të tjerë. Bashkë me disa të tjerë, jo vetëm ju, apo ja. Bashkë me disa të tjerë. Gurin e themelit, apo. Dhe ato gur të dikurshëm që vuhet me pasion, ju Gramos Pashko, emrat e njohur, Azem Hajdari, edhe Sali Berisha ndërkohësisht. Edhe disa të tjerë që nuk do të harrojnë Nxitini, por a kanë ngel ndaj gur themeli i dikush i gdhënur bukur i 90-s, apo tani janë vetëm tulla dhe dhaq i kohës Berishës së tretë? Në letra i kemi. Letra. Në realitet nuk ka gur të dikurshëm bazamenti. Nuk e kam parë se s'kam shkuar ndonjëherë aty. S'ke kaluar asnjëherë për edhe nostalgji, zotë Meksi, se thash edhe një herë është intervistë për gjë tjetër, por prapë nuk më rrihet do të pa bërë këtë pyetje. Kanë kaluar që atëre 36 vjet. Në vjetori, 12 vjetori, që është dita e themelimit Partisë Demokratike. Lëvizja studentore është nga data 8 në datën 11. Kërkuan një parti të studentëve, ne këmbgulëm që të bësh Partia Demokratike. Që nga jo kohë ka kaluar shumë kohë. Do të kemi kohë. Nuk vish besoj këtu ose unë aty ke ti po ta kesh. Do ta bëj edhe një pyetje se prapë je tolerant në këtë sens, megjithëse tema ishte për kishën e Frull Spitin, po prapë jetojnë në realitet, nuk mund dalim të kthehemi në histori pa folur edhe për realitetin e sotëm. Zoti Mesi, pyetja është, nëse ju do ishit kryetar i Partisë Demokratike nga 90-91 dhe t'ishit prapë pas 36 vjetësh prapë kryetar, prapë vazhdoje prapë kryetari PD-s, prapë. A do ndjej brenda vetes një statutin e parë të hartuar unë së bashku me Gensrullin, ato ditë se duhesh me urgjencë dorëzuar, ishte që kryetari zgjidhet një herë në 2 vjet. Dhe vetëm një herë. Si një herë në 2 vjet, jo një herë 4 vjet. Një herë në 2 vjet bëhen kuvëndet, dhe një herë në 2 vjet zgjidhet kryetari dhe vetëm një herë. Kur u shqyrtua nga grupi organizativ i cili kishte 9 veta, 7 që quhen themelus plus 2 të tjerë që u kooptuan, nuk po themi javë këtu. Histori e komplikuar, ose që duhet bërë qartë. Dhe ti si gazetave do t'i kesh diku të shkruar një letër që ti thuash po që me e vërtet. Nuk u pranua ky propozim. Nga kush? Nga 8 veta kundër meje, edhe u bu. Thuj një emër nga 8-et. Një nga profesorët që është sot në politikë. Apo 8-et thënë, Diu kush janë se 8-et kanë ikur apo kanë ndruar jetë. I dini tash i lëra. Mos është edhe Berisha? Lëra mos e ngitat muhabet. Atëherë ta bëj edhe fytyrë tjetër. Pra ju Dhe u bë një herë në 2 herë kryetari nga 2 muaj, nga 2 vjet. Pastaj dorës u ndryshua. Pra bëj pyetje ndryshe e fundit fare tash. Ju po t'ishit 35 vjet kryetar i PD-s dhe nuk e sjellni dot në pushtet. A do kishin një obligim ndaj demokratëve të thoje unë kryetari i Partisë Demokratike Aleksandar Meksi jap dorëheqjen dhe e ikim. E diti vet s'ka nevojë të më pyesësh mua. Ma thuaj.
Nuk them asgjë viti. Nuk e hymë atë mohabete se është mohabet shumë i gjatë. Do të çojmë çurat na bleni bidon të madh me ujë ta pim. Do një intervistë më të gjatë për ta servuar. Kur të mbarojnë këto punë që kemi në dorë, ka radhë. Unë nuk kam shumë kohë. Edhe duhet detyrime ndër të cilat janë të shkencës dhe të politikës të hidhen në letër. Tani je duke marrë shkencën. Sepse punova, që kishim një konferencë bizantinistikës, intensivisht me literaturën e të tjera, e cila është e shumtë, sepse nuk u rrëzua vetëm komunizmi në 90-ën në Evropën lindore, u rrëzua sistemi botëror i komunizmit dhe shkenca komuniste, pra ajo që sot quhet politika nacionale, nacionaliste do ishte më saktë, në shqiptarëve të folën. Dhe ka pafundësisht, akoma dhe sot libra, pra është e nevojshme të ketë, ku bëjnë vërejtje dhe historiku se si u transformua ajo që shkroi për periudhën e mesjetët të hershme, pra të dyndeve slave, sepse ishin drejtuesit të botës komuniste, dhe jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Rumani, edhe në Serbi, dhe në Kroaci e të tjera. Sot, të 30 vjet, ka pafundësisht libra dhe gërmime arkeologjike të cilat bëhen dhe në perëndimor, pra ata janë të disinteresuar për këtë politikë nacionaliste. I doli qypi ose guri i shekujt 7 në Tivar, thonë që këtu vazhdon të ketë qytetërimin para slavut. Zotë Meksi, duke e mbyllur përfundimisht duke falenderuar, prapë edhe i pyetjet fundit. Nuk më rrihet dot si gazetari vjetër. A di keq që Partia Demokratike mbetet në opozitë, nuk përvin dot pushtet. Do ta them. Vjen brenda vetes në një kështu, në një mërzitje si lërë mos e ngatrohet mohabet. Po apo. Nuk do të flasësh sot. Koha jon debat nga Nikol Lesi.